Por ajo që është Ditmar, Skënderbeu si po shkon që ta përndajnë çik. Ai e bleu dhe Palokën, ë? Ish futbollistin tënd. Skënderbeu është aty ku i takon. Në krye është vit tranzicioni, mendoj që po bën jashtëzakonisht shumë mirë, pavarësisht barazimit sotëm në një fushë shumë vështirë se ajo e Korabit, po është në krye të tabelës, por ajo që shikoj që Laçi po thedhon diferencën e pikëve me Porgadecin. Çka do thotë që Porgadecit nuk i falesh ky lloj barazimi dhe hap fallc në Fier dhe mendoj që në javën vazhdim duhet të rikuperojnë këto 2 pikë lëna në Fier. Ka dhe 2007 do them edhe diçka kur e ka ikën dënimi Skënderbeu? Tani në mars. Kur mars? Do them edhe diçka. 17 mars. Kur mars? Të këtij viti. Do them edhe diçka. 2026. Pra edhe një muaj Skënderbeu të hiqet dënimi. Po një sekond për Skënderbeun, 26 domethënë se hiqet dënimi. Brenda marsit bën 10 vite. Kategoria sepse ata po vajten në Europë kanë shanse, futen ata. Absolutisht. Takja ka ëndër një herë, rikthehet në sallonet e mëdha të futbollit evropian. Do rikthehet, nuk diskutohet. Do rikthehet. Ky presidenti që për herë ka pas Skënderbeu tani. Ambicioz. Palokën e mori Palokën. Atë futbollistin tënd. Palokën e ka marr. Palokë është futbollist jashtëzakonisht shumë i mirë, mendoj që duhet t'i jepim pak më shumë minuta për të parë vlerat e vërteta të Palokës. Pastaj sa përket Skënderbeut dhe presidentit Takaj, unë do të them që nuk ka, është rast shumë i rrallë që një president dhe një klub të rezistojë për 10 vite me atë lloj. I dënuar, pas ka qenë një papar. Domethënë nuk ka. Çdo njeri do kishte dorëzuar. Takja e bën atë, domethënë pas ka pas kokën e fortë shqiptari kështu. Të fort fare. Okej, ç'a do të thotë ti se nuk kam kohë. Thonë diçka për luftëtarin. Po. Luftëtari pavarësisht se që është atje, për 2026-ën ka bërë, do thënë, ndeshjet më të bukura. Me Skënderbeun barazoi në Korç, barazoi sot me Besën e Kavajës. Devolli po bën një futboll jashtëzakonisht shumë bukur. Çelmeta diçka dhe ta mbyllim me kategorinë. Jo, unë do të thoja që i jap të drejtë për marrë për faktin që edhe kur i drejtori ekipin e Lushit ngreti problemet që ka ai ekip, jo vetëm me lojtar, por mënyrën e funksionimit të klubit. Kështu që kështu do vazhdoj të vuajt, mendoj deri në fund. Okej, ikim tek Emanuel Loci për zhvillimet më të fundit nga vendet e bota. Emanuel, përshëndetje. Përshëndetje Altin, Nikoj dhe të ftuarit në studio. Ernest Muçi është i jashtëzakonshëm dhe kjo vëret edhe në statistikat personale. Sulmuesi ose ndryshe edhe numri 10 i kombëtares shqiptare është vetëm një gol larg thyrjes së rekordit personal. Në sezonin 2019-2020, Muçi shënonte 12 gola me Tiranën. Dërsa tashmë në të njëjtën kuotë golash i ka shënuar vetëm nga nëntori, pra vetëm në 3 muaj dhe vetëm një gol e ndan në pjesën e mbetur të sezonit që të jetë me 13 gola, pra në rekordin e tij personal. Duhet thënë se Muçi me Trabzonsporin u përball me një situatë të pazakonshme në Turqi përpara ndeshjes me Samsunsporin, pasi sulmuesi bashkë me pjesën tjetër të ekipit, Autopuzi më saktë u sulmua me gur. Dhe klubi reagoi për këtë rast. Po, reagoi për këtë rast të paprecedent, duhet thënë, duke treguar se lojtarët janë ndjerë të kërcënuar. Megjithatë kjo nuk ndikoi gjatë ndeshjes, pasi Trabzonspori mori 3 pikë të rëndësishme dhe përpara është ndeshja me Fenerbahçen, aty ku Trabzonspori synon vetëm fitoren, pasi kështu mund të vazhdojë rrugën drejt sigurimit të vendit të dytë që të dërgon në Champions. Qartë.